Ibrahim Rugova të parën dhe është vu një standard në LDK që një kryetar që nuk arrit me qitë partin të parën duhet të lëshëjpe dhe duhet të vinë njështë tjerë. Ka LDK mjaft kadra se në LDK jënë kriju zotin Naim klane. Sidomos të folim Prishtinë krye qendër, kanë kriju klane dhe në për 9 kur është puna për me bo vota, i thirrin njerëzit, i përdorin si kondoma, falë që përshprej kështu, dhe kur vjen puna e punësime, tash pedim shumë qartë. Nuk mund më punësu të ku dush, ndash me universitet, ndash me PhD, ndash me magistratur, pa të shue partia ose miku nuk punësosh. Kosovë, pikë është. është vu dhe këto një standard. Në institucione publike. Institucione publike është fjala. Ja, gjithëtësi foli për komuna dhe në për ministri. Pikë është aja. Dhe LDK-ja e ka bo gabime. Njerëzit që ka mënu ditë natë për LDK-n, për me okun për parim Rama, së në komunë Prishtinës, dhe njerëzit që kanë plëcu kritere për punësimit qoftë lloj-lloj sfera, dhe ato se kanë marë dhe kanë marë njerëzit Mikesha apo lloj-lloj njerëz tjera, se din 3 veta kush ka vendosur komunë Prishtinës, pikërisht atë. Është e ditme dhe çudinë me zotin Avdi Gjigo, qysh menon me dal me të njëjtin kandidat. Kush janë ata 3 veta? E din opinione, s'kam çam me përsërit të tjera dhe unë e din ato dhe të jashtë fushatë tash kur dalin së shpejti ka me pas zgjedhje edhe komunale dhe nëse nuk e qet kandidat tjetër, kandidate, e kom thonë në gjitha studiet tjera. Kur që nuk kam personale, as me Avdi Gjikun, as me asnjë tjetër. Po duhet filloj të bëj reformimin nga kryetarët e degve dhe nën degve, se me ata klane, një njeri që ka punu ditë natë dhe kam prue njerëz tjerë, parëmëra kam prue njerëz në aty udhëheqje që shikon kur LDK, kam prue mercenar, dhe qysh ai ka punu ditë shi, ka bu vota për LDK, dhe kur është puna për punësim, ose për çështje ka javë kadra edhe në ndeg, po nisa për lagjës time, qoftë lagjën Ismail Qemali, mbranjes atje, që ka dhënë kontribut me saver, dhe kanë qitë drejtor që gjëngun absolut, kanë bu gazetar që sokon kur LDK, kanë pru njërë firmash, aty vetëm e vetëm, e kam ble postë. E ka bot pa fëqishëm në me Avdi Gjikun? Pa këtu e ka bot zotin Avdi Gjiku, a me qëllim, a me pa qëllim jetë të shumë i zotin Naim, se këj përparim Rama, a ka marveshje me to, a shpesh ka thonë, unë si jem LDK, veç jem kryetari komunës, po me përparim Raman e ka Prishtinën të hubër, të qartë e ka. Vetëm stuhive që mund më ju bohe, o zonja Hikmete Bajrami, pa marrë pashtë që po flitet. Por pse si përgjith LDK-ja vendosës, për shkak këtyre problemeve të brendshme që i ka? Edhe brendshme që i ka pas, po edhe që i ka pas votat për presidente, pikë. Po, mi afton të jetë pjesë e qeverisë, pastaj... Ja. Aja, ti kish votat e PDK-s. Sigurome se Avdi Gjiku... Do hinë të një koalicion? Me dy kongt. Por për shkak që ka ditë që mund të shkoj vendit prapë në zgjedhje, për shkak të... Jo, zgjedhje nuk... Po shpresoj që mos shkoj për ato vetëm për shpenzime, se që i thejnë kong këta politikanë, as ma të vëgni problem se kam. Po vetëm se mi argjit 6 milion, po mi qut të familjet kush është skamnër kujt i nëvejtën ato mjete, e mos tek populata jo në shkrete e varfër, kë shteti jo që e mytën dhe këta po bojnë pare dhe po bojnë kalkulime politike. Vetëm për këtë, paret mos të hargjitën, kjesin të shkojnë në vende ku